Në një frymë dhe atmosferë fitoreje në qendër të qytetit të Koplikut u bë prezantimi kandidatëve për deputet të qarkut të Shkodrës, ku i pranishëm ishte edhe drejtuesi politik Benet Beci. Në fjalën e tij ai u ndalte tek rëndësia e votës me 11 maj, angazhimi i qeverisë shqiptare dhe vëmendja ndaj Shkodrës e kryeministrit Edi Rama. Ne kemi bërë të mundur të bëjmë një ndryshim të madh thelbësor në veri. Dhe unë shikoj zhvillimin e malësisë madhe, jo vetëm si malësi e madhe, jo vetëm si qark i Shkodrës, por si një zhvillim i gjithë veriut, që sot më shumë se kur është në prioritetin e qeverisë dhe kryeministit Rama për ta zhvilluar këtë zonë si një nga zonat që meriton një zhvillim ekonomik. Që malësia e madhe, Shkodra si gjithë qark, tjetë porta hyrëse e Shqipërisë në Europë. Nuk ka gjë më të madhe dhe më të rëndësishme për një zonë si zona juaj, e mrekullueshme, e bukur, e cila tjetë përfaqësuese dhe hyrja e Shqipërisë në Europë. Ne sot po provojmë që Shqipëria në Europë është Shqipëria që hyn dhe fillon për mua nga malësia e madhe, nga Shkodra dhe për te. Kreu i Bashkisë Malësisë së Madhe Tonin Marinaj dhe të gjithë kandidatët ftuan banorët e Malësisë për një mbështetje maksimale në 11 maj. Ne jemi bindur që Shkodra, Ksarall, Vaudejsi, Puka, Fusharzi dhe kryefjala Malësia e Madhe do japin një mbështetje të fuqishme kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama dhe drejtuesit të qarkut zotit Benet Beci. Unë jam këtu sot për të kërkuar votën e gjithë cilit nga ju, sepse dua që t'ju shërbej, dua që për 4 vite të jem pranë jush, dua që të ulem dhe qaj hallet me ju, dua që të zgjidh hallet tuaja, dua të jem në shërbim të popullit tim. Do bashkohemi të gjithë votojnë Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Dhe zgjidhni gjithë kandidatëve, unë do jem një zë i fuqishëm për gjithë ju. Do jem pranë jush si me qenë vllai juaj. Për malësinë e madhe dhe gjithë qarkun e Shkodrës është shumë e rëndësishme vazhdimi dhe vijimi i punëve të mira në këtë vend. Dhe kjo gjë arrihet me ndihmën e gjithë secilit dhe kjo arrihet vetëm me votën për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Malësorët nuk kanë nevojë për fjalë. Malësorët janë besës, kanë nevojë për vepra dhe për punë. Dhe unë i premtoj që jam ai që do të bëj vepra dhe punë. Malësia e Madhe konsiderohet si një nga zonat e sigurta të fitores Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës, ndërkohë që edhe vetë strategjia me 4 kandidatë në këtë zonë rrit optimizmin për një fitore të kësaj force politike në zgjedhjet e 11 majit, në Malësi të Madhe dhe në gjithë qarkun e Shkodrës.